Akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm. I gjykus pas këshillimit dhe votimit sot me datë 21 prill 2026 në emër të popullit merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Murseli me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform meni 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje e rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje e rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.6, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Kushtrim Kokolla me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje e rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin Kushtrim Kokolla, konform neni 362, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të kodit procedurës penale, për shkak se prokuroria e shtetit është tërheq nga akta akuza, gjykata sjell aktgjykim refuzues për veprën penale, mos lajmërimi veprave penale apo kryerjesve të tyre nga neni 378, paragrafi 1, pika 1.1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokolla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjatje prej 30 vite